Filxhani plot. Një profesor i famshëm i filozofisë vendosi të vizitonte një murg zen, i etur për të mësuar sekretet e mençurisë. Pasi ul në kopshtin e tempullit, ai nisi të fliste pa pushim për librat që kishte lexuar, idetë që kishte zhvilluar dhe filozofitë që kishte studiuar. Murgu e dëgjoi me qetësi pa thënë asnjë fjalë. Pas pak, ai mori një çajnik dhe filloi ta mbushte filxhanin e profesorit. Çaji arriti buzët e filxhanit, por murgu vazhdoi të derdhë, derisa lëngu filloi të rrinte mbi tavolinë dhe mbi rrobat e profesorit. "Çfarë po bën?" thiri profesori i irrituar. "Nuk po sheh që filxhani është i mbushur plot? Nuk mund të mbaj më shumë." Murgu ndaloi, e shikoi me qetësi dhe tha: "Ashtu si ky filxhan, edhe mendja jote është tashmë e mbushur plot me njohuri dhe mendime. Si mund të mësosh diçka të re nëse nuk do e zbrasësh më parë?" Profesori mbeti i heshtur, duke kuptuar mesazhin e thellë të murgut. Mësimi nga filxhani plot. Nëse duam të mësojmë diçka të re, duhet të zbrasim mendjen nga njohuri dhe paragjykimet e vjetra. Ashtu si filxhani që ishte i mbushur plot dhe nuk mund të mbante më shumë çaj, mendjet tona duhet të jenë të hapura dhe të gatshme për të pranuar informacione dhe përvoja të reja. Vetëm një mendje e hapur mund të pranojë mençurinë e vërtetë.